Rregullores, zoti Tritan Shehu. Faleminderit, zoti kryetar. Po, fillova. Do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe konciz të një çështje që unë mendoj që duhet të involvohet me urgjencë parlamenti së pashku në një informacion nga ministri i jashtëm. Për një çështje që kryeministri shqiptar është involvuar politikisht shumë dhe ku Shqipëria ka derdhur dhe burime financiare për atë problemi i cili ka bërë të shpërthyer tashmë një skandal në Komisionin Evropian. E kam fjalën për skandalin e Mogherinit, një aktiviste e të majtës populiste, e cila kërkon padyshim një sqarim në këtë parlament sepse Shqipëria ka derdhur 17 milion euro, është bërë një investim politik i madh, një reklam e madhe dhe ka plasur një skandal i madh. Unë mendoj se parlamenti shqiptar në këto kushte me urgjencë duhet të bëjë sqarime, duhet sqarohet, ministri i jashtëm duhet flasi, ashtu si ndodh në gjithë parlamentet e botës, të cilët informohen për problemet që lidhen me to. Pra unë e konsideroj të gjë të rëndësishme dhe propozoj dhe kërkoj nga ju, zoti kryetar, edhe nga deputetët, pavarësisht se ministri për marrëdhënien e parlamentit ishte kundër nga sa pash, që duhet të informohemi qartësisht për të skandal të madh i cili prek politikën shqiptare, qeverisjen shqiptare edhe financat shqiptare. Faleminderit. Faleminderit, por ju sjell në vëmendje që nëse ka propozime për t'u trajtuar në rendin e ditës, propozimi sipas rregullores bëhet nga 10 deputet me shkrim ose nga një kryetar grup parlamentar, kështu që ju lutem përmbajuni rregullores se unë nuk po, për nuk u bë as kjo, zoti Bardhi.